Që do të thoj mami 24 orë, po, në fakt 28 orë, 2 ditë. Do bëjmë qa dushti. Je gati ta shofësh? Po. Do e lexosh vetë, unë nuk do them asnjë gjë, okay? Okej, do e lexoj vetë. Ku është? Ku të lexoj? Aty shif foton, lexo. Ki qa foto? Aty. Shife këtu, lexo. Ha, mama. Nuk e shif dot. Ha, mama. Ku ta... Qa është kjo? Avion. Dhe? Edhe? Qa do thot? Shife kush? Nga këtu? Edhe? Qa është Istanbul? Qa do thot? Nuk e di. Të shkojmë në Stamboll. Qa është Istanbul? Do ikim në një udhëtim, mami. Unë dhe ti. A? Në Stamboll. Te akuariumi më i madh. Jo, babi. Vetëm unë dhe ti. Dhe një shoqe mami që ka dhe një qun. Si po duket? Po. A të pëlqen ideja? Po. Unë e ti do shkojmë në Stamboll, në Turqi, me avion. Dhe jemi 2 ditë me mamin, me shoqen e mamit, edhe me djalin e shoqes mamit, që është 2 vite më i madh se ti. Dhe do kalojmë bukur se do vizitojmë atje akuariumin, shumë gjëra. Vetëm akuariumin. Edhe vende tjera, mami. Vende tjera? Qendre këtare e disa gjëra tjera. Që është shumë bukur. Po sa orë duhet me shku në Turqi? Në Turqi? Sa orë? Për 2 orë me avion. Sa shumë. A nuk je happy? Jam. Ha pra, tregoja mamit. Vetëm ne të dy? Po. Pse është zgjidhja ashtu? Pse është zgjidhja ashtu? Po, se kështu mendova të shkojmë unë dhe quni im. Bëjmë një kështu, mami dhe djali. E mamin që të kam thënë që të bëjmë atë video 24 orë, po. Të ta bëjmë atje. Që ti më blesh që dush. Tani të erdhën valët. Atje mund ta bëjmë këtë. Që do të thoj mami 24 orë, po. Në fakt i bi 28 orë, 2 ditë. Do bëjmë qa dushti. Do jemi vetëm unë ti dhe do bëjmë qa dum. Pa babin. Pa bekin. Vetëm në të dy. Okej. Si dikur. 2 ditë? 2 ditë. Do blejmë, do bëjmë qef. Do bëjmë trip. Bashk. For our first trip, mami. Yes. Are you happy? Shumë? Vërtet? Të pëlqen ideja? Po. Shumë fare? Po. Mezi po pret? Po. Kur e shkojmë? Javën tjetër. Kura java tjetër? Sa të mbaroj kjo java? Sa ditë? Edhe 6 ditë. Se ka shumë. Po duhet pak ditë, mami. Si ka mundësi që në çdo video timën jam duke bërë valigje, në çdo vlog. Si ka mundësi. Sërisht për të bërë gati, këtë herë do shkojmë në Stamboll me Roin. Jam shumë e lumtur, entuziaste dhe emocionuar në të njëjtën kohë, nuk më ka ndodhur kurrë kjo gjëja, kështu që për herë të parë do provoj një udhëtim ndryshe vetëm me Roin. Jam vërtet shumë e lumtur, nuk e di se çfarë na pret. Kam frikë se do lodhet
këtë frikë kam, por mendoj se doja dalim, do shkoj shumë bar. Uroj. I hope so. Kështu që me duhet të bëjmë gati, ja erdhi Ramuja, mendova se do bëj gjërat gati para Beki, por no, nuk ndodh kjo. Sot ka qenë një ditë shumë e ngarkuar për mua, duke qenë se më duhet të mbyllja disa punë përpara se të lëviz dhe nuk jam për 3 ditë këtu. Kështu që për t'i bërë gati të gjitha punët dhe të gjitha gjërat për t'i lënë gati, bëhet një lloj rëmuje, një lloj trysnie përpara udhëtimi, çdo udhëtim në fakt, jo vetëm ky. Edhe nuk di domethënë, ka shumë gjëra për të bërë, por do ja dalim. Ja dolëm. Hello Beki! Erdhe ti mami? Pa? Ku ishe ti? Lodra, nesër do shkojmë te lodrat. Nesër. Edhe mbarku sot, nuk e di, ka që dje, mbase kam prishur regjimin, e shikoj që nuk ma pranon më që të prish regjimin, ose të haj diçka ndryshe. Kam hëngër para 2 ditë një ëmbëlsirë në fundjavë. Kam ngrënë dhe pak sot se kishte ditëlindjen Besa Robertit, Hedi, bëri 2 vjeç. Te Dora? O jeta ime, patjetër më shpirtim. Edhe do të ngordh fare, nuk të rezistoj, do të dish. Ta dish. Të nana? Shkoj hiqe persi mami se ke pis. Pi. Ke pis. Edhe kështu. Si që po thojmë edhe mbarku ndje me fryrë. Thjesht Alta tani duhet patjetër të përgatis valigjën. Dashuria ime. Alo! Ku do shkosh ti nesër? Në Turqi. Me kë? Me mamin. Je i lumtur? Po. Shumë? Po. O dashuria ime, do të them vetëm unë eroi bashk. Mami, do i sjellësh gjërat që do marrësh me vetë? Çfarë do të marrësh? Yes. Para telefonin që kam tani. Këtë zuaron do merrim gjitha kajkuset. Patjetër. Do më ndihmosh dhe ti? Pastaj do merr se pak. Dhe kështu, gocat e mia që më ndiqni gjatë gjithë kohës, që më doni dhe ju dua, po thoja që asgjë nuk është kaq e thjeshtë dhe e bukur sa duket. Domethënë, unë jam një nga ata persona që vërtet mundohem edhe kur është një vështirësi ta zbuz, ta lehtësoj dhe mos e duket kaq e vështirë sa mund të jetë në realitet. Po topim pse? Po du me lume topin. Kur të arritin anej, bëj kështu. Je sigurt, mami, s'kemi ku e fusim topin në valigje, mami, se do ikim me avion. Kur t'jemi këtu që lëvizim këtu do ta marrim topin. Okej. Se ke dhe mamin që merr 100 gjëra me vete, duhet të marrim tripod, skin care, hair care, të gjitha, madje, unë marr edhe nga 3-4 palë këpucë për 2 ditë, zakonisht, për kombinime. Por më duhet ti bëj pak llogaritë mirë. Okej, ato mund ta marrësh. Që të marrë 1 palë ose 2 palë këpucë ose shapka ose sandali, çfarë do lloj gjëje që mund të vendos të marr, që mund të kombinoj disa herë, mund t'i vesh me disa veshje. Këtë herë do marr 2-3 gjëra të reja që janë kështu tamam verore, të lirshme, lino, të bukura. Edhe mos të mundohem shumë me kombinime, duhet jem shumë bazike, shumë rahat, po edhe bukur. Në të njëjtën kohë duhet disi edhe të kombinohem me rojin. Të gjitha këto bashk. Po, gjitha këto bashk. Okej, mund ta marrësh. Dhe për ju që thoni, ke dado, ke ndim. Po, patjetër që kam, se normalisht nuk do vdisja unë duke bërë gjithçka, çdo gjë, gjithkohës vetë. Se edhe kaq sa po bëj jashtë gjithë gjës, jashtë gjithë asaj që njerëzit normal mund të bëjnë. Nuk jap shumë kohë vetes për t'u qetësuar. Edhe kur jam duke bërë këtë video, duhet të mendoj çfarë do bëj, çfarë do them.
do të filmoj, ndoshta mund të ishte më thjesht nëse unë s'do filmoja, s'do flisja me juve, do mbyllja valigjet për 10 minuta. Pra, praktikisht, çdo gjë që unë bëj ka një lodhje. Tani, siç thash, nuk do marrim gjëra pa lidhje. Do marrim 1, 2, 3, 4, që vërtet i do lush me to. Jo, thjesht i marrim edhe mbushim valigjen kot, okay? Rrobat i kam bërë Po gati. ti mos haro të më nxjerrësh këto. Qif, me këto të dy do luajnë në aeroplan. Këto do t'i marrë te çanta e krahut, okay? Ato që do lush te avioni. Ato që do lush te hoteli do e marrim te valigjja. Okay? Po. Mirë. Unë bëj një gabim se nuk futem të shikoj motin, por gjithmonë dua të surprizohem, dua të përgatitem, se sa herë më ka ndodhur që të përgatitem, ka ndodhur kundërta, dhe gjithmonë ja besoj ndonjëherë universi, domethënë çfarë është shkruar, le të jetë. Kështu që nëse do të bi shi, le të bi shi, ose nëse është shumë vap, le të jetë shumë vap, unë përgatitem për vap, ose nëse është ftohtë, thjesht mund të superior me diçka si kjo. Jo, mami, do ta zgjedh unë, okay? Okay. Se do i bëjmë mami gati gjitha gjërat, kështu që mos e vrit mendjen. Jo kjo, t'je diçka tjetër. Mirë, ta marr mami. Do shoh tani. Ika se më duhet të bëj gati valigjen edhe mos të punohem. Gjithsesi, fati më është që gjysma e gjërave janë të paketuara, si kisha këtë fundjavë kur isha në jug. Sot është e hënë, nesër është e martë, edhe shumë thjesht. Pjesa më e madhe janë gati, jo pjesa më e madhe, po gati janë. Vetëm do i fus, kam thjesht 3 outfite, gjithashtu janë gati. Më duhet vetëm të shikoj se me çfarë do i kombinoj për nga këpucët, edhe këto mirë janë, si janë sistemuar, i shikoj gjitha. Edhe fatmirësisht kam 20 kg valigje për të marrë. Është fix kjo Rimowa, e thash mirë. Më thënë drejta, nga që unë flas gjithë ditën, jo te puna, jo me njerëz, takimet janë të ndryshme, edhe e di si bëhet ndonjëherë truri në dark, të më pyeste dikush kur e ke ditëlindjen në dark, unë sa mbaj më. Se bëj shaka, po flas për zonë ngërkohë, ndonjëherë truri dhe thjesht nuk mba më. Bile them ndonjëherë mirë mbaj. Se dua ta ankohem, as dua të tregoj që vetëm unë punoj, të gjithë punojnë, secili në ritmin e vet, po unë mundohem të ndaj ritmin tim. Pa gjykuar dhe pa mërzitur askënd. Kjo valigjja është më mirë se mi organizon gjërat edhe i ndaj. Dhe është fix për 20 deri 24 kg, varet çfarë gjëra shmerr me vete. Të rojt ja kam bërë gati, të brëndshmet, pijama, i marr 2 palë, se mund të djersis, 2 net jemi, kështu që se janë mjaftueshëm. Dhe do i marr një set për rrugës. Këtë setin lino nuk e veshëm fundjavë, do ja marr me vete, se është shumë i bukur. Do marr dhe këtë setin lino të verdhin, të battery, se do marr dhe unë një set lino dhe madje jemi fix meqi. Do të thënë është e njëjta lino. Edhe jemi mjaftueshëm. Do i marr edhe një xhuk jeans, taket për rrugës, atë do ja mbaj me vete që ja vesh kur të ftohet në avion. Do marr një palë atlete që tregoj dhe një palë shapka tiket, se si dihet. Më duket shumë çuditshëm se jam mësuar për të bërë gati valigjen kur është dhe beki. E duke qenë se kemi kaq shumë gjëra të gjithë bashkë, tani po më duket shumë pak. Në fakt 2 ditë janë, edhe 2 vetë jemi, kështu që prandaj duken pak, por shumë e çuditshme, kuptoni? Bek du të marrë pëmperës, du të marrë qumësh, du të marrë biberon, du të marrë ndresët, gjitha këto. Arroba t'ju them, do sa kam folur. Arroba t'ju them që këtu ka marrë një mash, edhe do marrë me vete, sepse bëra krejen sot nuk e di ku kam hasur në lagështirë, po jam thuajse drejtuar, edhe po e marrë me vete që t'i bëj atje.
dhe do ta inaugurojmë për herë të parë. Kam marrë këtë që është 32 mm quhet. Si s'marr vesh, është kjo këtu. Është e fundit. E më e mira. Supozoj që nuk t'i djeg edhe ondët të mbaj 24 orë. Është kjo këtu në rast që ju doni ta porosisni. Mua më ka ndihmuar gocat e parukerive të zgjedh fix masën që unë dua dhe ta porosis, nëse dhe ju keni një parukere që merr, mund t'ju ndihmoj diku. Sepse këto janë goxha shtrenjtë edhe kur I porosisni për të ardhur. Unë pash në Barcelonë që ta merrja vetë, po nuk ishte atje. Mbas edhe fati, se mora fix masën që doja dhe modelin që doja. Tani do ta provoj të ky udhtim që t'i bëj dhe uroj t'ja marr dorën. Unë I blej të gjitha këto, kam bler dhe ato me val, kam bler dhe pjasën e GHD-s, por asnjëherë, do të thënë ato me val e përdor dhe kam përdor kot them, po pjesën se kam përdor. Pjesën e mora që t'i bëj edhe të drejta, pra ta kisha opsionale, edhe për ondet. Po ondet me pjasën nuk di t'i bëj. Do të thonë, jam munduar disa herë nuk dalin fare të bukura. Kështu që po provoj dhe këtë dhe nuk mblej më. Edhe pse kam vendosur dhe parë për atë kryerin, nëse keni parasysh që bën krejen e GHD-s dhe ajo, por nuk do ta marr deri në një moment të dytë, e para se kam shumë flok tani dhe nuk I bëj dot. Do ri 3 orë për të bërë perfektni. Dhe e dyta kam frikë se mbaj kohë dhe nuk do e përdor. Do marrë këtë fustanin, është kaq I bukur, edhe doja diçka të bardhë, duke qenë se mora dhe këtë fustanin këtu, është nga koleksioni I ri, edhe nuanca edhe modeli, është shumë I bukur. Është dhe I lehtë, e kuptoni, nëse do jetë shumë vapa atje, të paktën të jem sa më lehtëshëm. Shumë I bukur, më pëlqen shumë. Edhe nuancat, edhe ngjyrat, po shpirt. Po dashuria ime. Qa ka beki? Qa ka beku? Bekushja ime. Ky është dhe seti që do marr unë për rrugës. Jo, nuk do marr rrugës këto. E vesh atje. Edhe një palë pijama, do marr këto linot. Të kuqet. Për të nisur në aeroport. Merhaba diyeceğim mama. Kalo. Happy. No.
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board. This is your captain speaking. Today our flight is 368 from Tirana to Istanbul Sabiha Gökçen Airport. Exit kelimesiyle belirtilmiş acil çıkışların yerlerine ve acil... What happened? No one can ever see us. Ja, there is a máquina. Bez 10 vetëm ja? On gjithë me fleboni. I thej gjëtja në tërkose? Dysha me një sita haja. Arritem te hoteli. Ja do futemi tani brenda, mami. S'më bëri sens zero. Asme. As ti s'të bëri sens? Pse na than kati zero? Janë figuri. Ne sa po jemi akomoduar te dhoma jonë, t'ju tregoj pak dhomën. Këtu kemi këtë krevatin dopjo. Më pëlqen që është kjo kurora krevatit tipike. Janë të dhoma tjetër ngjitur, këtu kemi televizorin, garderobën. Është edhe një krevat këtu rezerv. Këtu është një pasqyrë ku do t'rregojmë outfitet e ditës, sigurisht. Edhe këtu kemi tualetin. Atje ndërkohë frigoriferin, Roj po kujdeset t'i fusen frigorifer. Të vdesin për ty se mirje. Fut këtu janë frigorifer. E presi na duhen ftohta. Pra. E pra. Kemi qenë McDonald's, ish një ujë i ftohtë, një ujë i ngrohtë. Pse kështu? Po pra, e mamen ku ishim prag që kishte ze McDonald's dhe unë përësi të Happy Meal. Nuk ishte salcë zenjetis. Qa ndodhi tani? Çfarë ndodhi? Këtu kemi tualetin. I vogël, cute edhe i pastër. Po, kjo është... Jemi shumë të lodhur, me thënë drejtën. Kemi bërë një orë gjysmë për të ardhur këtu me transfertën, edhe pse ishim afër, po thjesht trafiku. Roj është bërë gati. Na trego outfitin. Roj thot nuk i pres më gocat, u lodha duke prit. Kështu është mami kur thon me goca. Gocat derisa bëhen gati, derisa bëjnë make-upin. Je mërzitur. Kjo është dita ime, jo dita make-upeve. Po ja, do dalim tani, mami është gati. Më mirë, Hmm? shkon kjo plan, shkoj ke Shqipëria. Pse? Po s'don me shku, ne jemi gati ajo. Make-up, hello. Sot jemi të bë make-upin. Pastaj, unë du lahem, pastaj du haj buk, edhe pastaj du bohem gati, du zgjis robat, du zgjis këpucet, pastaj du shkoja ne. Po që se bëm mirë ti për vlogs. Sa bukur shpjegove? Edhe unë se shpjegoj kaq bukur. Hajde.
Mami, e lejmë gocat. Të sës durimi. Të dalim anës të asaj të kapim perëndimin. Të pëlqen? Yes, sir! Po qanë, bebi, Që ka të thaj? Të pestin shtu për ftope. I want potatoes and rice. So good. Pëlqen mami? Ja, i rekao da špijeli. Ja, piti na radu, prije se ja. Okay. Njëra ka bebe. Ka bebe njëra? Ajo është bebe. Beba uniku. Aha, që në të këtu? Mirë. Zero. Në dhomë, rojnë e morin gjume. Nuk filmova, o që make-up-in kam shtypur të puqra, po më dalin gjak tani. Të meshme. Harova ta video duke qenë se po flisim me Rogertin me kamerë dhe iku. Derisa bëra 2-3 postim Instagram, kështu. Ktheva 2-3 përgjigje. Edhe iku ora, kjo ka shku vonë, nuk e di kjo s'po ndalon gjako këtu. Nisem, pak e në hoqa make-up-in, me duhet të fi kondicionere. Morë gjume, zemra ime është lodhër sot, ndryshë nga herë të tjera. Ku të fiko tani? Tesor të fikim këto tjerat, më duhet të fi kondicionerin. Fiket këtu. Ok, super. Edhe tani të shtrihem. Do i them natën e mirë për sonte. Shihemi nesër. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Unë jam zgjuar, kam bërë make-up. Nuk kam bërë fare gjumë të rashëm, është nga lodhje që të fliet shumë. Prap nuk e bën atë gjumin që duhet ta bësh. Kam fjet nga ora 2. Me si kam fjet, nuk e di. Dhe mua po më kaloj ora 12:30, një pa fjet. S'ka shans më marrë mua gjume, vetëm sërë. Roj tani po zgjohet.
lashtë të flinte, nuk e bëra të shurëm. Edhe bëra make-up ndërkohë, që ta kisha gati. Gocat kanë dalë para nesh. Edhe ne do shkojmë në një vend për brunch. Do konsumojmë brunch, më thëmë qesi, brunch është aty, e njëjta gjë gati. E pastaj do dalim, do shkojmë te akuariumi, do bëjmë organizimin e ditës të sotme. Është dita dytë. Është më mirë, në fakt, dita dytë kur zgjohesh këtu. Nuk e ketë njëjtën lodhje. Unë i bëra dje këto, por shkuam në Bosfor me varg, edhe nga lagështira, nga era shumë e madhe. Nuk prishen të gjitha, por kur i bës si për njëra tjetrës nuk mbajnë. Për t'i la nuk i lajt dot se do shumë kohë për t'i tharë, dhe kohën se kemi. Fakt më parë se njësë është e lava, që thash për 2 ditë, 3 ditë që jemi këtu i kemi fix. Është karikuna e qik? Do marrim dhe me vete, mami, ta karikojmë, kur nuk je duke e përdor. Nuk i treguam se çfarë na ndodhi dje. Këto bëma t'i tregojmë në fund sepse s'na del koha. Kemi humbur tableti. Dje në aeroport na ndodhin disa gjëra, njëkohësisht. E duke qenë se nuk ishim na u prish moodi i bukur që kishim në fillim fare. E humbëm i qik gjithë atë gjën, e duke qenë se me duhet të takohesha me gocat, po komunikoja gjithë kohës me ato. Tani nga ana tjetër kisha siklet me rojmë, mos më lëviz, u di, kisha përgjithësi me pak fjalë, edhe unë ndosha të isha kujdesshme, të ruaja kuletën, të ruaja telefonat, 2 unë, 1 roj 3 telefone, 1 tablet 4, tableti shumë i madh. Edhe si për dreqë, unë këto herë mora vetëm një çantë, atë çantën thash ta marrë edhe për rrugës, edhe ta përdor për outfitet këtu, se kam 3 haqme atë Chanelin dhe si s'po marrin fare këtë flokët e mia sot. Edhe duke qenë se ndaluam edhe për të bler çokoladë, marrëm disa gjëra të duty free. Tani, unë nga i moment nuk e mbaj mend më, po e kisha fiksu që unë e kisha lënë aty te banaku, sa aty i lash gjitha gjërat për të bërë dhe pagesën. Nice, shkojmë ne, ulemi për të pirë kafe përballë gate-it që ne kishim. Më ngatroi shumë dhe ky orari që këtu jemi 1 orë para. Tani, aty sipër e jepte 9:40 për nisje. Aty kishte filluar embarkimi. Tani, me orën time ishte ora 8:30 dhe thash, kemi dhe 1 orë kohë pse duhet të hapet gate-i kaq shpejt. Domethënë, humba fare, nuk e di pse ndodhi kjo gjëja, po ndodh kur ke dhe ngarkesë, edhe siklet, të gjitha bashkë. Edhe këtu po shikoja orë tjetër dhe e merja Joniden, Ceon që ka kazarjen. Dhe i thoja tani, a është tani për embarkim ne, sepse aty e thotë 9:40, ndërkohë është ora 8:30. Po, thoshte se është e jona, se fluturimi ishte i joni, domethënë ishte për Istanbul. Kishte shumë njerëz dhe gate-i ishte hap. Ndërkohë ne ishim kafe për qefin ton. Po prisnim. Erdhën goca dhe ulëm sërish në kafe, duke qenë se kishte shumë njerëz dhe lam për në fund fare që mos prisnim këmbë dhe me rojnë. Aty përsitëm nga një kafe. Ja, në fakt mos përsita, marrë vetë një ujë, gocat kafe. Po duke qenë se kishim vetëm një karike dhe kur marrëm kariket ishin duke marrë nga tavelinat të tjera. Kështu që nuk është se kishte hapësirë dhe unë mbaja mend këtë momentin. Tani kur jemi ngritur, si duket, vajza më tha që shishe nevojë që mora unë, që ishte e fundit, nuk ishte gjë sipër
aty. Ore, u fikja, po, do them se s'po mi bën. Edhe, tani, unë po ja besoja asaj që tha, shisha fundit ishte ujë që mora dhe nuk ishte asgjë tjetër, duke qenë se tableti ngjasonte nga larg, me gofër të kuq edhe binte në sy. Nëse jemi njësur, bukur, kemi hyrë për në avion, bëm gjithë udhëtimin, arritëm edhe në aeroport, mbasi zbriti gjithë avioni, ne ishim në fillim fare, ata ishin në fund fare. Ne na u desh të pristim në gjithë avionin, më shumë se gjysore që tilin goca, duke qenë se kishte vetëm hyrje direkte me aeroporti vetëm nga para. Edhe duke ecur ne kur u bashkuam, tha o sa bukur ke, pas ke dhe telefonin me cover të kuq edhe tabletin. Tha njëra nga gocat, Marsi, që bën turet. Tableti? Ku është tableti, thash? Se e kisha harru, domethënë kisha kohë që unë se kisha dorë. O, jemi kthyer me vrap, e kishim mbyll dhe avionin, pa pastronin, edhe duke thënë atyre me shumë shpejtësi, lutëm na hapni avionin, kemi harruar këtë. Shkojmë aty, shikojnë asgjë. Tani unë thash të paktën, me qenë se kemi dorë avionin, të shkojmë ta ezaurojmë, e kemi se kemi harruar në avion, dhe pse unë se mbaja mend, dhe për çudi Roy nuk e kërkoi fare, se zakonisht e kërkonte dhe rrin tablet. Kështu që do të dallonim shumë më përpara. Jo, nuk ishte as në avion, ose nuk na e treguan, ose nuk ishte vërtet. Tani unë marr roketin dhe i them kështu. Ka dy shanse, ose ta kem harruar te duty free-ja kur bëra pagesën, ose aty te kafja, por jam shumë e sigurt te duty free-ja se mbaja mend që i kisha vënë sipër gjërat, aty kur nxorra kartën për të bërë pagesën. Edhe kish shkuar roketi pastaj, te se dhe humbra nuk ishte lidhur komunikuar me ata dhe i thotë se kështu vetëm te shkojnë që ishte fik. Thash sepse nuk po më punonte. Dhe kishin thënë, kishin hapur disi kamrat, a disia e kishin hapur, nuk e di tani. Dhe kishin thënë, djali me mamin nga duty free-ja kanë dalë duke patur çuni vogël tabletin në dorë. Ndërkohë unë kisha 1000 raqet e tjera, gjaketën e Royt, kufjet e Royt, gjërat që blem, telefonat, çantën. Dhe me frikë mos të harroj asgjë, se kështu është kur ke frikë mos të harrosh gjë, shkon e ndodh diçka. Edhe kështu, tani të shohim se ku është ul tjetër. Dhe unë i them Rogerit jam ul direkt te lokali, s'vaja mend as themin se u stresova fare. Po vite më tepër inat me të drejtën se unë nuk harroj kur gjëra në asnjë vend, asnjë karikuse nuk e harroj. Kjo qenë se jam shumë organizuar dhe shumë vigjilente në gjithë gjërat që unë mbaj me vete dhe s'më ka ndodhur. Po këtë herë ishte çik ndryshe e gjithë gjëja që na ndodhi. Gjithsesi, ata si kthyen më duke qenë se kishim harruar turnin dhe akoma nuk kemi një përgjigje, të shohim nëse do marrim një përgjigje sot, inshallah. Kam frikë se do e ketë marrë dikush, po mami, aty që është ullë pas nesh. Po shpirt? Lip balmin? Po shpirt, pse t'janë tha buzët? Po mama më kam. Te mami. Ja se mbarova sa të bëj dhe 2 rjeshta. Mbarova, dhvishemi dhe ikim. Dhe kështu, na humbi tableti, guys. Nuk e kemi thëmë, po jemi të mërësitur. Atë tabletin e kam bler para 3 vitesh në Amsterdam, duket se mbaj më mirë tani. Pa ta bler një cover në Amsterdam. Edhe ka qenë imi, pastaj avash, e mbante Roja, ta mbaj sot, ta mbaj nesër, ma mbajti Roja. Që hajde Roy, hajde mami. E mbajti Roja, tash mami. Tabletin tim, a ishte imi ai që humbe? Po unë humba me mamë, po a ishte ime. Nise, po e shpjegoj këtu se këta se dinë se si. Edhe kështu, iku.
Çfarë po bëjmë më sot? Ja se mirë po marrin tani. Thjesht kishte kaluar minutazhi dhe ishte fikur dhe s'kishte kuptuar. Kështu që na pas marrë të këqija t'i themi kësaj. Urojmë ta gjejmë, do i shkojmë deri në fund, se gjynaf kishim materialet e rojit dhe fatkeqësisht në ato e kam patur të lidhur me telefonin tim do gjeja. Por para disa muajve Rogerti e shkëputi dhe i vendosi një ID të re me emrin e Roy që ta kishte për të shkarkuar lojrat e veta edhe të kishte sa më shumë hapësirë. Dhe kështu ja bëm vetës. Dhe jemi bërë gati, kjo është fustani im, se kur Rosa më thënë drejtën, e shoha do pije. Dhe Roy jemi bërë meqi. Shpejni sa i bukur dhe praktik është. Do e diçka të lehtë për sot. Jemi gati, ikem. Da marrësh me vete? A mamush? Shisju popis. Yeah, and one pancake. One water, please. Of course. Would you like to? And please write me back. I'm waiting. E ka bërë të mirë? Të pëlqen? Erdhem tek akvariumi. S'do të më u hap. Okej. 1 adult, 3 adult, 1 child. Wow! Po shpirt. Ku? Ua, sa bukur. Burada da yok. Kjo është akvariumi më i madh në botë. Mami, shifë. Ua, të taj peshku! Ua, Roy, ri aty, ua! Mami, ja ku jest peshkasheta. Se bukur kjo, mami? Maja të fillu. Mami, hajde Social scars suffered during mating rituals. Mind creating
sikur je në një mal. Sa bukur. E ta mendoj që është serë e mbyllur, apo jo? Ja ku na ka stia kazarja. Të mrekullin këtu. Super. Duke të knaqë më shumë se Roj. Roj shijoj atë me ato syze, si quhet. U fut në akuarium edhe Ua, ajo 3D-ja po, e shijoj shumë. Edhe më pas se u knaqë mami shumë. E kemi blerë dhe diçka për kujtim nga akuariumi. U knaqë mami? Shumë? Zemra ime. Te dua shumë. Ishte ajo Me syzet. Të dua. Të dua shumë. Isha nuj, isha në bot, Hë, na trego. isha brenda nuj, Po? isha në vark, pastaj voda nuj, pastaj pash peshkët, një peshkët e shlem në mhar, pastaj e bëna. Bravo. Ne mbaruam turin ton tek akuariumi, po kthehemi te hoteli se duhet të largojmë këto qese që mos i harrojmë diku tjetër, siç ndodhi me iPadin, kështu që Qa blevi na trego? E lumtur, atletet. Aha. Wow. Ti gëzosh, mami. Ke shumë të bukura. Edhe ato janë shumë të bukura. Pëlqejnë shumë, mami. Këtë e morëm kujtim nga akuariumi. Këtë ka pasë. Pa. Gjithashtu ato e... Ha? Qa është ajo? Peshkaqen? Wow! Ne kemi shijuar shumë këtë eksperiencë, ishte shumë bukur. Se dikur shumë knaq më tepër unë na poroj, po vërtet jam knaqur shumë. Po shpirt. Ha mama. Nuk jemi me goca sepse ata vazhduan para, kishin 2-3 pika që donin t'i arrinin. Ndërsa ne vendosim të shkojmë në hotel, të dërgojmë qeset, të pushojmë dhe të dalim sërish, e të takojmë pastaj me gocat. Edhe kështu. Dikush është lodhur. I lodhur. Ej, shpejt s'ka se një që se ka shpejt. Ha? Super. Këto peshki, pastaj dhe një peshkaqe. Super, super. Tani arritë mamushi. Sheqer mamushi. Mamushi. Besa sa rrita, po shumë duket rruga, si ajo rruga. Tu është. Të mshoj dhe këto fustane se kam bërë shumë foto video për fond, edhe më qënë se dita vazhdon edhe nuk do kemi kohë që të vim sërish të ndrojemi ose të vesh qëka tjetër, por e ndrojmë në këtë rrugë. Edhe ne po bërmi gati të dalim sërish. Unë qetësuam, unë ndruam, edhe tani jemi gati për të dalë. Ky është kostumi që më vesha, është lina, i shkurtër, i freskët, i bukur, edhe me shapkat e mia të reja se i shkojnë shumë. Shkojnë sa dritë e bukur është. Unë kam bërë shumë pak make-up, por më ndëron shumë ku ka dhe dritë bukur, duket yll, edhe natyral.
Ke mamushi? I veshe? Bravo, drita ime. Ikim tani. Jemi gati të dy. Duhet ta marrë dhe këtë çantën tjetër sepse gjërat esenciale të rojit. Shpate. Mirë aty. Bravo. Edhe shishe ujtë stok, se na duhet. Edhe dalim. Ma, ka një lodër? Nuse plot, mami, do me pa nuse turke. Kështu duken. Një këtu. Dy këte. Futo, mami. Drejt. Futo. Hypim sipër, mami. Bukur, mami, a? Po të pëlqen? Wow, sa bukur. Wow. Sa bukur në këtë hanë. Gjithë kjo radha është për të ngjitë lart, e beson? O ma, se deri aty lart po priti. Po. Se sërëzisht, no? Shumë seriozisht. Nuk Po ja, janë të prit radhat. Po ne nuk do e presim sigurisht. do përdorim gjithë ditën për këtë. Jeta ime. Ja, shikoj çfarë radhe është më. Ma, do ikë Bravo. Bravo. Hajde. Pëlqeu, ha? Ne jemi kthyer te hoteli. Morëm këtë pitën me djath. Kjo këtu, shumë e shishme. Ashtë hangëm atë ambësiren atje. Te Galataur. Jo në ngopi, jo se hangra gjithën dy luk hangra po, edhe arë se hangra shumë fare. Edhe jemi shumë të fryrë.
Kështu që është një gjodhe edhe thamë, të majmë të pitën edhe përqetësojmë në hotel. Edhe Rojs po rinte më do të vinte këtu. Se kuptoj që këtu është më qetësi, më qetë edhe sikur në shkote dhe ma gocave. Edhe kështu. Doma, ke prap. Hajde. Është hajde tani ose më hajt, por që e ngrot pastaj nuk hahet më kjo. It's our night walk, guys. Yes, guys, ne dolem, hoqa make-upin, nuk u ndrova, Roj u ndrua. Edhe po dalim të ecim një gjiro këtej se u mërsitëm brënda, si me mësu që të futemi herët, pavarësisht se po pushonim. Pushohem jaftushëm. Wow, shqipa kësi na e hapin këtë derën kështu. Tamam. Vipa, mami, jemi vipa. Është se na hapin derën? Edhe këta e din. Është derë me sensore dhe kur e parojnë fillim të mame, kush e hapi derë me magji? Ja. Tara, unë hapë dhe tjetra. Po. Roj mendoj se hapet derë me magji. Po, më pëlqeu kjo gjëja kështu që hapet direkt, sa ja afrohesh. Ky hoteli ishte lezetshëm, si antik, por pak weird, domethënë. Janë munduar ta bëjnë këtu me mama. Edhe pak moderne, edhe klasike, po kam përshtypjen duke qenë se nuk është i vjetër, janë munduar ta imitojnë, shikojeni, dhe është ende në ndërtim e sipër, edhe kishte 2 ndërtesa, tu jemi në katin 0 dhe kalojmë nga ana tjetër, duhet të vim këtu, te kjo ndërtesa dhe të marrim katin shëndsor numër 1 që të ngjitemi lart për të zbritur poshtë. Pak e ngatruar, në fakt. Po kështu, në përgjithësi, shumë e lezetshëm, shumë e bukur. Hajteni, guys. Nishi apo 0? Nishi, mami, jemi të 0, bravo, dhe shkojmë tek nishi. Kjo drita e shëndzorit, po më pëlqet tepër shumë. Po këtë shikoni kjo pasqyrë ka kështu, është e vrarë, dhe së nxjerr mirë, por që kështu duhet drita, kaq e bukur, shikojni se mirë nxjerr lëkurën. Disa shëndësore nuk e nxjerrin shumë të mirë, se kanë dritën ftohtë, kjo është e ngrohtë. Okej, mami arritëm. Ja kuptoj që është ascensor i ri, se ti pse kanë prish pasqyrën. Këtu është halli. Edhe shikojni sa bukur, pavarësisht se këtu janë ende në festat e vitit të ri, si kanë hequr dritat, por që overall shumë e bukur. Shkojmë një herë knes, kemi shku një herë knes. Ku dush ti të shkojmë? Janë ditët e tua. O knaqe sot, mami? E plotsoj mami 24 orë, po. Prit ndalatu. Jo, 24. 24. 24. 48. 28. Po pra, janë 2 ditë 28. Pra, e realizova me sukses sfidën. Kemi bler atlete, donë të atlete i morëm, donë të cover telefoni e morëm. Ja, këtu. Lodër morëm, shkum të akuariumi e shkuam, ham këtë ham, çdo gjë e kam realizu me sukses apo jo? Jam mami shëmbullore. Po e që edhe ai dhe unë u mërzitëm qik brënda, si më mësu që të futemi ka qeret brënda një dhome, edhe fakti që ka humbur tabletin dhe nuk ka tablet, edhe nuk e përmend, sepse ndjet keq, e kuptoj që është mërzitur, ishtë nuk e shfaq. Edhe kështu. Por ishte shkuar le të dalë aty, më mirë se në shëndet edhe diçka tjetër më të rëndësishme. Edhe pse ai tableti ishte bërë, ishte thy tableti, mami, ha? Ishte sy tableti, e kemi humb, e kemi bë
Shkush patate. E kemi knaq muhabete, thuj mame. Pra. Të vjedhe i natë, të thoi dikush atë. Po pa tjetër se si të bësh foto dhe video. Në fakt s'kishe lidhe fare, se aty s'kam bërë as foto as video. Në thon drejta. Por kisha shumë gjëra në përduar dhe thjesht ishte shkruar se unë atë episodit nuk e mbaj mend fare se deri në çfarë momenti e kisha. Jam futur për të parë video ku më kem kapur ndonjë klip të rojt. Në të kundërt nuk e mbaj mend fare. Po knaqet këtu. Drita ime si vrapon. Vdes të vrapoj. Bravo Roy! Bërëm shumë mirë që dola, edhe morëm ajër, edhe është shumë bukur. Roy po knaqet. Unë jam ullu këtu në një nga tastolat. Sa bukur po kujtojnë filmat turp që nga parë, që ulleshin kështu dhe natën. Po mama! Hajde! Bravo! Isha të shëtit. Bravo! Të pus? Shif shik, shif shik, shif shik, shif shik. Nice. Unë kisha një ide të bukur. Bukur fare. Unë me mamin e merim babin telefon dhe në momentin që bi zilës duhet... Kushe hapi pare? Po, duhet hiqim dhe kush e hapi pari është fituesi. Okej? Qa më fituesi? 200 lek turk. 200 lek turk? Aq pak? Po, 200 lek turk, Tani okej. dhe marrësh aty? Po, të dy E ku do për shkojmë një ne? herë. Ku do shkojmë që do vrapoj? Thjesht dhe e marrësh? Po, duhet marrim telefon, pastaj momentin që e bi zilës të dy, duhet marrim same time. Momentin që e bin zilës të dy, e hiqim dhe Ha, të mere, shifim. ta marrëm. Prit, të dy për një herë. 1, 2, 3. 3. Prit, prit. Aha! Kanë... Wait, Prit. Dhe herë. Një... wait, se Wi-Fi settings. Prit. Prit. Wi-Fi, prit. Të jam. Prit me guys. To juna. Prit. Prit. Aja. A je gati? Prit. Hajde. Prit. Hajde. Prit. Okej. Okej, 1, 2, 3. 3. Prit. Kthej kështu. Hiqe. Shpejt, hiqe. Se kush merr bek? Po. Tash kë merr babit parin? Pa. Okej. Ta shifëm. Prit, mos e zi video. Ta shifim kush e merr. Kë do marrë? Ose kështu. Ose e lejmë më shumë. 2 sekonda e lejmë, okej? Ha, merr edhe i herë. Të... 1, Wait, 2, prit. 3. Le pak, le pak. Le pak, le pak. Okej, hiqe. Hiqe. Shifëm kush është i pari. Tadan, tadan, tadan. Okej, tadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se kanë me na marrë mam. Aha, Aha, babi. aha, baba. Ele ku do jetë baba? Në shtëpi ishte se fola, po tani për momentin. Prit, e bëjmë kështu dhe një herë. E lejmë pak. 5 minuta. Hajde, shpejt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. Ai shkreti ma hapi, pastaj e hoqa, ai shkreti. Mori mu! Hapi. Tregoja babit tani që e jetë pa. O bab, se hapet mamit para ishim në YouTube, kështu video kush i ha para më burë.
Ti ma hapi se pastaj më rëmpabi. Ta paska hap ty, fitove ti. Ai, jam fitova! Faleminderit! A shef ta paska hap, mami. Fitoj Roj. Beki! Ku je ti dashuri? Kur shkem ke zoma, unë du 200 lek turke. Okej, ti jap mami. O babi, du të me... U kthyem, guys. Roj, do flasësh? Jo. Dikush është lodhur dhe s'ka më fare fuqi. O, moj mami. As shapka si durantat. O dashuri. O lodhe? O knaqe? Bravo. Ku shkon, mami? E nga unë të them natën për sonte. Jemi bërë gati, sot është dita fundit. Jemi mbledhur. Ha dashuri. Do shkëm, ne. Po, më shpejt. Do hajmë gjesin. Edhe kam vesh të pantalonat e Zarës, bluzesh nga Skims. Edhe jemi gati. Edhe gozat gati. Po, shive sa bukur. Thank you very much. O knaqe, mama? Qiu. E si të gënjen të aji? Ku jemi tani, mami? Ku erdhëm? Aty ku ishëm bra? Të pëlqen ditën apo natën? Natën, se ka drita. Natën më bukur. Ka drita. Po dhe ditën shumë bukur duket. Roji, tregove babit ku je? Tregoja me kamerë ku je? Atje. Gjamin. Një këtu duke Jona! Ku je? Si bë Marsi? Ku janë ato? Humben? Okej. Se humben gjithë nga sia. Nga humben. Kur Maxi Ringstone e shprej. I do qërte portokallia. Stoni është kubetë. Jo, knejkej. O, jo, knejkej. Kështu nga ka bërë Marsi, ha? Kështu. Po jo, s'na kuishe. Ne pas ke marrë mend. Na nëzore boje. Tani do I marrësh ti vendin Marsit, vish me Guida këtu në Turqi. Si mendon? Okej. Do bëni një bashkëpunim? Bëjmë collaboration.
Nga vetëm ti hy. Mami këtë shkoja para në mbrapa. Ama ne mi to që ti zajonën. Po, teta Jona, se na humbi dhe teta Jona. Okej. Ma që telefonin. Që janë telefon ria. Hallo? Po. Jena kërën soni, pastaj du shkajmë ke hoteli, pastaj ja, këtu është. Mba më të dhe të Jo. Guys, come on, guys. Jo, këtu. Hajde, kërën soni. Opo, unë jam humbur, ku je Alda? Ku je Alda? Alda, ku je? Bravo. Bravo, Roy. Dhe imitosh mamin. Tani mami. Hajde dhe mamin, tani se e meriton. Hajde Roy. Pit makina Roy. Pit makina Roy. Pit treni Roy. Hajde Roy. Pit treni Roy. O mami, po me mito kur bleja gjyra për ty. Kur bleja gjyra për ty. Roy, e don këtë full case? E don? Apo e don këtë, Roy? Roy. Ku je Marko? Ku je shkua, Roy? O mami, e te prove. Ajo ishte aktiv. Pra i bëj mami kur kërkon foto dhe video. Okej. Jo, kur të kërkoja unë që të më bësh foto se video. Prit, tani kush do më imitoje më? Okej, kush i bie dhjeta, është vërteta. Marsi. 2, 3, Marsi. Ç'është? Unë jam Roy. 9, 10. Unë jam Roy. Hajde ta shohim se Marsi të mbanë. Merë telefonin. Pa. Marrë telefonin ta. Hajde. Do sillem si ti unë. Dhe po shkështu. O mami. Dhe shkështu. Bravo, e gjeti Marsi. Më ndërë mami në dha foto. Hajde ikim. Kështu goje, mami. Bëqikale, si të është e mami? Jo, Roy, durim këtu. E kemi afër. Si thot mami kur dha foto? Hajde Roy. Hajde Roy, vetëm të fundit. Pastaj mami nuk ka të fundit. E bon klik. The type of stuff I be hearing when I'm wearing headphones. My brain is making documentaries. Me trying to fall asleep, but I accidentally possessed my spirit to play this guy. Mami, bye. Bye, Istanbulit. Thuaj, ciao.